Serbia ka hyrë de facto në një periudhë parazgjedhore që nga fillimi i vitit 2026, edhe pse data e zgjedhjeve parlamentare ende nuk është shpallur zyrtarisht. Mbi një vit pas nisjes së protestave studentore dhe tensioneve politike, Aleksandar Vučić ka paralajmëruar zgjedhje të parakohshme pa dhënë një afat të saktë, duke lënë të mundshme mbajtjen e tyre mes muajve tetor dhe dhjetor. Analistët politik vlerësojnë se ka një dritare mundësie për ndryshim pushtetin Beograd. Politologu Dušan Spasajović thekson se për herë të parë qeveria dhe opozita kanë mbështetje të paraafërt në sondazhe, duke e bërë reale mundësinë e humbjes pushtetit nga qeveria aktuale. Megjithatë, Vučić paralajmëroi se qeveria ka burime dhe përvojë për të përballuar krizën politike, që nga fundi i vitit 2025 lëvizja studentore ka ndryshuar strategji. Pas rënies së intensitetit protestave, studentët fokusohen në përgatitje për zgjedhje, kanë zgjedhur kandidat, kanë hapur zyra elektorale, kanë trajnuar vëzhgues zgjedhor dhe kanë hartuar program politik.